Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur vëllezër dhe motra, mirë se vini në një episod tjetër të emisionit ton në Ramazan. Një udhtim besimi, reflektimi dhe rritje shpirtërore. Sot tema në të cilën ndalemi është një temë mjaft e rëndësishme për besimtarin dhe madhështore në vlerë. Është një temë për cili do nga ne që është namazli dhe praktikon namazin pra këtë vepër madhështore, është nevojtar. Është tema pra e frikë respektit, përqendrimit, ose siç njihet ndryshe, khushur. Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuarit e mi, cili do nga ne që kërkon afrimitetin me Zotin e botrave, kërkon të jetë pranë mëshirës tij, kërkon të mbajë lidhjen fort me Allahun subhanahu wa taala. Le ta pyes veten e tij, cili do nga ne? Si mundem unë me të vërtet që të lidhem me Allahun tim në lutjet e mia? Si mundem unë të shmang dhe të largoj shpërqendrimet dhe ta shijoj ëmbëlsinë të qëndruarit në këmbë përpara krijuesit tim? Nderuarit e mi, në këtë episod do të vërejmë këshilla praktike, momente nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të përfitojmë prej tyre. Dhe do të vërejmë se si agjërimi në Ramazan na ndihmon ne të përmirësojmë namazin ton pra. Të nderuarit e mi, qëndroni me ne dhe le të mësojmë së bashku se si lutjen dhe namazin ton ta kthejmë në momente paqeje dhe afrimi me Allahun subhanahu wa taala. Atëherë, pa humbur kohë, siç e patë përmendur edhe në episodin e kaluar, kam nderin që mysafirë për gjatë këtij muaji të bekuar Ramazanit të kem hoxhën e nderuar Xhelalila. Hoxhë nderuar, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë, dua ta nis duke thënë për sa i përket namazit, cili do nga ne muslimanët e di që është një prej shtyllave të Islamit dhe tek Allahu ka një pozitë lartë dhe ka një vlerë madhështore. Pyetja me të cilën unë do ta nis të temë është në vetvete dhe në thelb, khushur, çfarë është dhe sa i rëndësishëm është dhe pse është i rëndësishëm për namazin ton? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dërgumin e tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri ditën e fundit, ditën e gjykimit. Namazi, patjetër, është një ndër veprat më të dashura tek Allahu xhelle xhelaluhu. Vet Allahu i lartësuar të vepër madhështore ja bëri obligim profetit sallallahu alaihi wasallam ku mbi 7 kat qiej. Pra do të thotë që është një vepër që Allahu i lartësuar e don shumë fort. Është ndër veprat namazi që është lidhja e drejtë për drejtë me Allahun xhelle xhelaluhu. Në fakt namazi është një prej adhurimeve ose prej obligimeve, le të themi, që është i vetmi që është obliguar mbi 7 kat qiej. I vetmi nga obligimet që është bë profeti sallallahu alaihi wasallam është namazi, edhe që është bë pa perde mes Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo çfarë do të thoja për namazin para se të shkojmë tek pyetja, është se namazi, siç thot Allahu xhelle xhelaluhu, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari. Thot, me të vërtetë namazi është ajo vepër e cila e ndalon njeriu, e frenon njeriu, e ruan njeriu nga veprat e ulta, nga punët e shturura. Po ashtu namazi është puna e dytë më e mirë në Islam, mas shahadetit, pra mas dëshmisë la ilaha illallah. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot, buni el islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami, thot, mbi 5 shtylla. Të dëshmor se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet më të drejtë përveç Allahut, një dhe i vetëm pa shok, dhe dëshmor se profeti sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe menjëherë pas këtij ose pas kësaj shtylle, Allahu xhelle xhelalu, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, falja e namazit. Pra puna më e dashur tek Allahu xhelle xhelalu mas shahadetit, mas dëshmisë është namazi. Këtë dëshmon dhe vetë
hadithi i Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, i cili e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, i thot: "O dërgumi i Allahut, cila është puna më e mirë në Islam?" Profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë i thot? As-salatu li waqtiha. Thot namazi në kohën e vet. Pra shiko çfarë vlerë madhështore ka, domethënë. E pyet pastaj, i thot: "Po pas kësaj?" I thot: "Birrul walidain, të sillesh mirë, të bësh bamirësi ndaj prindërve tu." E pyet përsëri pastaj, thot: "Po mas kësaj pune, kush është?" Thot: "Lufta në rrugt të Allahut xhella xhelaluhu." Pra shiko subhanallahu el adhim se çfarë rëndësie i ka dhënë Islami namazit. Po ashtu namazi është shkak që njeriu të pastrohet nga gjunahet. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, thot shembulli i namazit apo shembulli i 5 kohëve të namazit është si shembulli i atij lumit që nëse do të kalonte thot përpara shtëpisë ndonjërit prej jush thot dhe do të lahej në të, a do të mbetë thot pa pastërti në trupin e tij? Patjetër që jo. Kështu është edhe namazi. Për çdo namaz që ne falem, Allahu xhella xhelaluhu çfarë? Na fshin dhe na pastron gjunahet tona. Po ashtu namazi është dritë, ditën e gjykimit për namazfalsin. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Thot: kush kujdeset për namazin, kush e fal rregullisht namazin, namazi ditën e gjykimit për këtë njeri do të jetë dritë, do të jetë argument, do të jetë thot shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Dhe kundërta Allahu na ruaj. Kush tregohet i shkujdesur ndaj namazit, kush nuk e fal namazin, kush e braktis namazin, çfarë thot? Thot për atë njeri thot nuk do të ketë as dritë, nuk do të ketë thot as argument dhe nuk do të ketë thot shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Amin. Pra namazi ka një vlerë, ka një rëndësi tepër të madhe në Islam. Pra pas ka kaq pozitë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka akoma dhe më tepër se kjo. Ka dhe akoma më tepër se kjo. El khushu, frikë respekti. Çfarë është frikë respekti? Është qetësimi i trupit, qetësimi i gjymtyrëve. Ky është frikë respekti? Patjetër që jo. Qëllim me frikë respektin el khushu ka për qëllim zemrën. Që zemra të jetë e bindur, të jetë e qetë, të ndjej frikë dhe nderim dhe respekt për Allahun xhelle xhelalu. Të ketë një lloj porulësie për Allahun. Patjetër. Prandaj quhet frikë respekt. Pra zemër. Dhe ajo pastaj pasqyron çdo gjë nëpërmjet gjymtyrëve. Pra neve nëse do të plotësojmë të frikë respektin ashtu siç duhet, ajo vjen prej zemrës. Dhe çdo gjë që ka në zemër njeriu do ta pasqyrojë ku me gjymtyrët e tij, me gjymtyrët e tij. Është tamam si ai personi i cili futet në namaz, sapo vjen nga jashtë, futet në namaz, me një herë duke vrapu. Në rregull? Çfarë ndodh me këtë njeri? Do të jetë i përqendruar në namaz? Normal që patjetër që pse ai gjithkohës do të jetë duke dihatur. Dikush tjetër vjen nga jashtë dhe mashallah te barakallah sapo ka konsumuar diçka të ëmbël, diçka të mirë. Ai ka akoma shihen në gojë. Pra do të jetë i përqendruar në namaz ky person? Patjetër që jo. Pra namazi ka nevojë për para përgatitje, Namazi ka nevojë për para përgatitje. Namazi ka nevojë për para përgatitje. Prandaj neve s'pari çfarë duhet bëjmë? Duhet patjetër që të rregullojmë pjesën e zemrës. Në momentin që njeriu futet në namaz, në momentin që njeriu bën tekbirin fillestar Allahu Akbar, subhanallahu el-azim. Ibn Qayyim i thot, në momentin që njeriu thot Allahu Akbar, bën tekbirin fillestar, thot, edhe ngren duart lart, atëherë thot ai sikur e hedh dynjan mas shpatullave të tij. Pra o vëlla, nëse ke probleme, halle, siklete, në momentin që ti futesh namaz, je përpara Allahut të lartësuar. Të gjitha fshihen, të gjitha zerohen. Dhe është ai momenti që ti duhet patjetër të fokusohesh dhe të përqendrohesh përpara kujt? Allahu xhelle xhelalu. Mund kujtohet një shembull i Aliut radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu siç transmetohet, kur bëhej gati për namaz, dridhej. Subhanallah. Dhe ngjyra e fytyrës tij ndryshonte totalisht. Vallë nga se tregohet? Po patjetër.
sepse e dinte para kujt po dilte. E dinte madhështinë e Allahut xhelle xhelalu, e njihte Allahun xhelle xhelalu ashtu siç duhet. E njihte Zotin e tij. Pra, mos tjetë thjesht u futëm namaz dhe Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jo vëlla, jo. Hynë në namaz, po alhamdulillahi rabbil alamin, mediton fjalën, mediton ato ajete. Hoxh, namazi përderisa është e nevojshme përqendrimi dhe frikë respekti dhe përulësia në zemrën e besimtarit gjatë qëndrimit në këmbë përpara krijuesit të tij. Është normale dhe dihet që askush nga ne nuk mund ta ketë përqendrimin e tij 100%. Po. Është vërtet kjo. Pyetja ime është cilat janë disa nga shpërqendrimet që ne na largojnë pra të qenit khushuar. Po, patjetër ka më e larta. Do të mjaftohen vetëm me këtë, sepse kjo e përmbledh gjitha. Janë vezveset e shejtanit. Janë vezveset e shejtanit. Ti mashallah te barakallah ke marr abdesin në shtëpi, je bogati për namaz, për çdo gjë, vjen në xhami. Momenti që ti vjen në xhami, e merr tekbirin fillestar, futesh namaz, vjen shejtani tek zemra jote. Subhanallah. Edhe ti kujton ty të gjitha ato halle, ato probleme, ato siklete që ti ke dhe për momentin i kisha harru. Momenti që futesh namaz ti kujtohesh për ta. Vezveset e shejtanit. Për këtë na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra kushdo thot profeti sallallahu alaihi wasallam që i vin cytje, ngacmime, vezvese për shejtanit në namaz thot, le të kthehet thot majtas. Thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe të shtyj 3 herë. Në fakt hoxh më paraprive me kjo ishte pyetja ime me cilën do të pyesja këtë lloj shpërqendrimi, pra cytjet që i vin besimtarët nga shejtani mallkum gjatë namazit. Cytjet, vezveset. A na ka mësuar në profeti sallallahu alajhi wasallam se si mund t'i shmangin? Për këtyre është edhe lutja, është edhe duaja. Ti bëjmë lutje Allahut vazhdimisht. Sepse një person për shembull, ndoshta vezveset i ka të vazhdueshme. Nuk është për shembull ai që futet namaz edhe marroj, ç'është e këtij. Ai mund të ketë vezveset edhe jashtë namazit. Është lutja. Ti lutemi Allahut lartësuam që të na ruaj prej tij. Po ashtu është edhe që të bëjmë dhe shkaqet. Bëjmë dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes, të lexojmë Kur'an, të lidhemi me namazin më tepër. Dhe patjetër gjitha këto përmbledh lutja. Pra ti lutemi Allahut lartësuam shumë që të na ruaj prej cytjeve dhe vezveseve të tij. Pra duaja pas ka pozitë shumë të lartë tek Allahu. Shumë të lartë tek Allahu xhelle xhelalu, dhe sidomos në të muaj që jemi në muajin e Ramazanit. Atëherë hoxhë nderuam, pyetja me cilën unë do doja ta mbyllë këtë temë është hoxhë, si arrin Ramazani, agjërimi në Ramazan, pra të na ndihmojnë në përmirësimin e namazit tonë. Po, patjetër, ashtu sikurse adhurimet e ndihmojnë njeriu në çështjen e përqendrimit në namaz, ashtu është edhe muaji i Ramazanit apo agjërimi i muajit të Ramazanit. Së pari e forcon lidhjen me Allahun xhelle xhelalu, sepse ashtu sikurse agjërimi edhe namazi është çfarë? Adhurim. Dhe të dyja kanë nevojë për çfarë? Për sinqeritet me Allahun xhelle xhelalu. Dhe duke qenë se sinqeriteti është në mes, patjetër që ashtu sikurse adhurimet tjera ndihmojnë në përqendrim në namaz, ashtu edhe agjërimi ndihmon në përqendrimin e besimtarit në namaz. Tjetër është edhe agjërimi e qetëson dhe relakson njeriu. Si? Shpirtërisht dhe nga ana fizike. Ne e kemi përmend në emisionin e parë që thamë se agjërimi është shkak për ta dobësuar çfarë? Nefsin. Nefsin e njeriu. Momenti që dobësohet nefsi, qetësohet shpirti. Pra e qetëson dhe relakson shpirtin e njeriu, dhe duke qenë njeriu i qetë dhe relaksuar, lehen Allahu do të jetë edhe i përqendruar në namazin e tij. Ndërsa e mbyllim këtë episod sotëm, të nderuar vëllezër dhe motra, ajo çka duhet të mbahet mend është se khushur, pra frikë respekti, nuk arrihet brenda një dite. Ajo kërkon sinqeritet, durim dhe këmbgulje në dua, në lutje tek Allahu i lartësuar. Lutë Allahun të na mbush zemrat me përulësi dhe të na mundsojë që ta shijojmë bukurinë dhe ëmbëlsinë e namazit të muajit të bekuar. Do doja të mbyllja këtë episod me fjalë të fundit me një dua të shkurtër. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik.
O Allah, na mundëso të përmendim ty në formë më të bukur. Të jemi mirënjohës ndaj teje në formë më të bukur dhe të adhurojmë ty në formë më të bukur, ashtu siç ti je meriton. Të nderuarit e mi, nëse ky episod i sotit më ka pëlqyer, shpërndajeni me miqtë tuaj dhe familjarët tuaj. Xheneti është madhështor, është i bollshëm, ka vend për çdo. Le ta shpërndajmë këtë dritë madhështore të Ramazanit së bashku. Deri herën tjetër, qëndroni të bekuar, qëndroni të lidhur dhe Allahu ja pranoft çdo mund të sakrificë tuajin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.